në këtë edicion do të ndihni. Përmes një marrëveshjeje me Turqinë është rritur numri fluturimeve nga 28 fluturime në javë në 42 sosh. Kjo do të rezultojë edhe me uljen e çmimeve të udhëtimeve. Nga zyra avokatit të popullit në Kosovë vlerësojnë që vitin e kaluar është bërë punë e mirë në aspektin e vlerësimit të situatës lidhur me të drejtat e njerëzit. Shkrimtari dhe publicisti Kadrush Radogoshi së shpejti edhe me 2 prurje të reja poetike, njëri në gjuhën angleze, tjetri në gjuhën shqipe. Mirëmbrëma, jeni me edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Zëvendës kryeministrja e Republikës së Kosovës, njëherë është ministre punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Të dielën paradite ka pritur në takim zyrtar homologun e saj turk, ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Turqisë, Mevlut Çavusoglu. Ministri turk është takuar edhe me presidentën Osmani dhe kryeministrin Kurti. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ministrin e jashtëm të Turqisë Mevlut Çavusoglu, me të cilin zhvilluan një bisedë përmbajtësore dhe konfirmuan raporte të shkëlqyera ndërshtetërore. Sipas një komunikate të presidencës, Osmani dhe ministri Çavusoglu diskutuan edhe për zhvillimet aktuale në rajon dhe në Evropë, me çrast presidentja Osmani potencoi se integrimi i rajonit të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike parandalon ndikimin rus në rajon dhe tendencën për destabilizim. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavusoglu është pritur në takim edhe nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja punëve të jashtme Donika Gërvalla, ku dhe është nënshkruar marrëveshja për rritjen e fluturimeve mes dy shteteve. Me këtë marrëveshje do të rritet edhe me tutje kontakti mes popujve tonë dhe do të rritet edhe numri i turistëve që do të vinë nga Kosova dhe nga Turqia për në Kosovë dhe do të rritet edhe numri i fluturimeve. Ministri ka shtuar se duan të sigurojnë mundësinë që edhe firmat kosovare të investojnë nëse krijohen kushte të mira. Do të rriten edhe investimet e Kosovës në Turqi, sepse në Kosovë ekziston investime turke që kanë krijuar rreth 10.000 vende të punës dhe në këtë formë edhe ka shtuar eksportin e Kosovës për në vendet e treta. Ministrja punëve të jashtme Donika Gërvalla vlerësoi se për të është kënaqësi e mirë që ministri viziton Kosovën pasi ai e njeh shumë mirë historinë e Kosovës dhe gjenocidin e përjetuar. Shpreha gjithashtu interesimin e Republikës Kosovës në thellimin e bashkëpunimit, krijimin e mundësive për më shumë investime direkte turke në Kosovë dhe përdorimin maksimal të potencialit të ofruar në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë e cila hyri në fuqi në qershor të vitit 2019. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, ministri turk Çavusoglu është takuar edhe me kryeministrin Albin Kurti. Pavarësisht të mundësive që javën e ardhshme të arrihet marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për energji në veri, qeverisja e Kosovës po i kërkohet të shfrytëzojë krijimin e momentumit ndërkombëtar për njohje reciproke dhe të arrijë progres drejt marrëveshjes përfundimtare me fqinjin verior. Javën e ardhshme është paralajmëruar një takim në nivel të krye negociatorëve të dialogut në Bruksel, e pavarësisht mundësive që të arrihet marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për energjinë në veri, në partinë në pushtet, lëvizjen vetëvendosje akuzon Serbinë se po zvarrit qëllimisht dialogun. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Haki Abazi thotë se aleatët ndërkombëtare kanë të qartë tani më se Serbia s'ka vullnet për të ecur përpara. Kjo është taktika e vetme që ka përdorur Serbia, vleri e kohë, por unë mendoj që kjo më po mbaron si kapitull edhe Brukseli, edhe Berlini, por edhe Washingtoni e kanë të qartë që Serbia nuk ka vullnet politik që të ecë para drejt transformimit për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Arbër Fetau nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se dialogu i nivelit të lartë politik duhet të ketë një dinamik më të shtuar. Dialogu në nivelin e lartë ka një ngecje, por është rëndësishme që të mos jetë Kosova palja bllokuese në këtë proces dhe të mos jetë Kosova palja refuzuese për takime. Nga deklarimet publike është parë që Kosova është e gatshme të marrë pjesë në takime
ka disa propozime, po ashtu edhe kërkesa për progres është e mirëseardhur, kur përmendet që qendra duhet të jetë një ndërsjellë, qendra dialogut. Do të ketë një dinamikë të shtuar dhe një kërkesë për të dyja palët të ulën në tavolinë. Intensitet më të madh në dialogun me Serbinë kërkon edhe deputetja opozitare LDK-s Rezarta Krasniqi, megjithse shprehet kritike për qasjen e deritanishme të palës kosovare. Po deri më tash kemi pas një dialog teknik, nuk ka qenë dialog serioz. Edhe sa i përket çështjes së dialogut nuk ka pas transparencë. Takimet të cilat i ka pas zyrja e kryeministit i kemi marrë vesh vetëm përmes mediave. Nuk kemi njoftuar si deputet kuvende dhe si kryetari i Komisionit për Integrimin Evropian. Përfaqësuesi i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, gjatë kësaj jave në forumin e Prespës në Maqedoninë e Veriut u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, duke aluduar në ujdim për energjinë në veri të Kosovës. Mirëpo kryeministri i Kosovës Albin Kurti dje kërkoi kujdes në deklaratë lidhur me mundësitë e arritjes së ndonjë marrëveshjeje me Serbinë. Në zyrën e avokatit të popullit thuhet se punohet vazhdimisht në evidentimin e rasteve ku janë shkelur të drejtat e njerëzit. Naim Çelaj, avokati i popullit, thotë se është punuar mjaftueshëm në këtë drejtim, por qeveria duhet të intervenojë edhe në disa sektor, sidomos në atë të shëndetësisë ku janë identifikuar shkelje të drejtave të njerëzit. Nga zyra avokatit të popullit në Kosovë vlerësojnë që vitin e kaluar është bërë punë e mirë në aspektin e vlerësimit të situatës lidhur me të drejtat e njerëzit, ku sipas avokatit Naim Çelaj ata kanë dalë me rekomandime konkrete për autoritetet. Njëna prej punëve më të mira që u kry në institucion ka qenë vlerësimi i krejt situatës në aspekt me të drejtat njerëzit. Ne kemi publikuar një raport me rekomandime. Raporti ka përmbledh 14 tema, 14 si themi drejta specifike të drejtave të njerëzit dhe kemi dalë edhe me rekomandime konkrete për autoritetet se si me veprun të ardhmen edhe në kohë të krizash emergjente, por edhe me i kalu situatat jo të përshtatshme ose të tilla që i kanë cenu drejtat njerëzit. Çelaj shton se janë evidentuar disa problema në sektor të ndryshëm, teksa thotë se kanë kërkuar nga shteti investim më shumë në fushën e shëndetësisë. Padyshim pjesa kryesore e këtij raporti fokusohet në gjendjen sociale e ekonomike të qytetarëve dhe në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, sepse këto dy aspekte kanë qenë pjesë të më problematike në këtë periudhë. Kjo zyrë ka trajtuar edhe shumë aspekte tjera, duke munduar të ofrojë shërbim për qytetar dhe ndihmë për institucionet që të kryejnë më mirë punën e tyre. Ka zëra që liberalizimi vizave do të ndodhë së shpejti dhe kësaj radhe lajmet për këtë proces do të mund të jenë të vërteta. Se si janë shprehur disa nga qytetarët e komunës së Gjakovës në lidhje me lajmin për mundësinë e liberalizimit të vizave, në një materiali në vazhdim. Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Por sipas disa burimeve diplomatike në samitin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor që pritet të mbahet me 23 dhe 24 qershor në Bruksel, do të diskutohet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nëse një gjë e tillë ndodh, është e mirëseardhur, thonë qytetarët e Gjakovës. Posëdojmë një sukses edhe të popullit, që popullit duhet të ecë, sepse vetëm na të nale me në fjallina për këtë domu këti rrethit, edhe duhet ma në fund me liberalizu vizat. A keni ju ku më shku nëse liberalizohen? Po, i kom familjar, ma shumë kom jashtë se kom mena. Kështu që dhe më thonë, edhe më bo liberalizimi vizave, besojmë që do të shkojmë vetëm për pushime, se do të thotë për vizita, se jo më punua për diçka tjetër jo. Ky lajm është mirë se ardhen, me qenë se na vetëm jemi këtu në rajon, edhe që po thonë Ballkanin Perëndimor, që jemi të izoluar, domethënë nuk kemi të lirë për me dalë. E kështu që kjo është mirë se ardhen, jo vetëm për ne që i kemi, se unë kam edhe djalin atje në Francë, mu i më shkuar krejt. Po është mirë edhe për të rritë që të shkojnë për shembull mu studiu atje. Për flitet për njët në për media, edhe kështu në për anën e Facebookit, mirë u konë, se përshihet çfarë gjendje jemi ardhe dhe çfarë si, nashta për më konë pak më mirë botë. Ky qytetar është më skeptik për këtë çështje, marr parasysh faktin se një gjë e tillë është përfolur disa herë dhe nuk ka ndodhur. Kalon edhe 20 vjet, vetëm jemi
që në Balkan që s'kemi liberalizim të vizave. Vizat janë që hapin rrugën njerëzve që kanë nevojë, që kanë disa jashtë, duhet me bo viza, me pashaporta, me sena e në qëto kushte, sidomos për pensioner, po flasë. Gjithë shka po hypë, pensionistat rrinë vendumro. Ndër vendet evropiane që po ngadalson liberalizimin e vizave për kosovarët është Franca, që duhet të zbusë qëndrimet e saj, pikërisht në samitin e Brukselit. Puna në sektorin e bujqësisë kërkon siguri dhe përkushtim. Kështu thot Prek Qupi, i cili ka të mbjellura disa hapësira me grur dhe misër dhe rreth 35 ari tokë bujqësore të mbjellura me pemë dhe perime. Bujqësia është industria më rëndësishme që përcakton standardin e jetesës së popullsisë, mirëqenjen e saj dhe sigurinë e prodhimeve vendase. Gjendemi në fshatin Fshanj, një fshat i vogël në komunën e Gjakovës. Nga këtu shihet që janë të mbjellura një sër kulturash të ndryshme. Hapësirat të mbjellura me misër, grur, pemë, perime janë shumë produktive dhe bujqësore dhe të njëjtat sjellin edhe rendimente për pronarin Prek Qupi. Mirë në për çdo vit me bujqësi, mjeli ministrin, e mjeli grurin, e mjeli specin, e mjeli kastravecin, apo po tam trangoj, patligjonin, hudrat, kjep, lullin e dilit për reklamim, lullin e dilit e mjeli vetëm për hishi, për me heshu bashin teme, se s'kam kushtë fitim me ta. Subvencioni marrë për çdo vit vetëm për grunë, për kalamajse, për pak seni nuk më japën as për pemë, i kam 35 orë pemë mulla, kumlla, gjithë shka i kam mjellë të për shef temin, s'marrë për 50 orë për pjetë. 50 orë për pjetë s'ka mujtë një mjellë, përveç të bashkë shka përshi i shtu, i mjeli prej shtetit s'kam gjonë, veç përveç të subvencionit, po i kam mërë për grunë për kalamajse, për të gjonë sënë. Pronari i këtyre të mbjellurave kërkon edhe ndihmë më shumë nga institucionet që kanë projekte për bujqësi, nga se sipas tij subvencionet do të ndikonin edhe në rritjen e rendimenteve, pasi në disa raste i mungon makineria adekuate. Unë s'kam as makina e bujqësore që e punojnë tokë. Unë po të kallzoj, më kanë punu specin një kushi më ka punu me guldon veti, kam apliku vjetë para vitit të kemë apliku për një benef me mos më ka dhënë komunja. Jo ka dhënë që aty në si kanë tokë, 5 ari tokë. Edhe që u thonë që kam 10 ari tokë, me hebni mu, ata jo po kemë munu për ty, asë njësë më ka dhënë. Rëndësi të madhe në prodhimin bujqësor ka krijimi i kushteve optimale të punës dhe kontrolli mbi respektimin e tyre. Kjo bën të mundur ruajtjen e kapacitetit të lartë të punës, duke kontribuar gjithashtu edhe në rritje të dukshme të produktivitetit të gjithë prodhimit bujqësor. Brigjet e lumit Dri kanë filluar të frekuentohen më shumë, sidomos gjatë vikendeve. Familjar të shumt kanë shfrytzuar këtë diel me diell për të relaksuar me freskinë e ujit dhe gjelbrimit që mund ta gjesh në këtë vend të jetë atraktiv. Natyra e bukur e lumit Dri në mblodhi dhe këtë diel vizitor të shumt. Familjare, shoqëri kanë zgjedhur pikërisht këtë vend për të kaluar çaste relaksi. Kështu mendon edhe Albert Dumi, i cili thotë se para pushimeve verore në ndonjë vend tjetër, gjithmonë zgjedh të frekuentoj brigjet e lumit Dri me shoqëri. Jemi të kalu shumë bukur se shihet natyra, domethënë, edhe pamja që është Ndri, edhe Drini edhe përpara ka qenë deti Gjakovar. E shfrytëzojmë vazhdimisht para se të shkojmë domethënë edhe në pushime që është, po për vikenda është një mrekulli, jemi këtu afër natyrës bukur Drini. Natyra bukur e piktoreske bëjnë që Drini të jetë destinacion relaksi në vapën e verës. Megjithatë, ajo që ka më së shumë t'i apelohet është që kjo bukuri të ruhet, sidomos nga mbeturinat e panevojshme. Ja vlen me ardhmë në Dri sepse posedon një natyrë të bukur. Edhe pas investimeve të cilat ka bërë qeveria, ka krijuar kushte edhe më të mira për qytetarët. Prandaj lus qytetarët që ta vizitojnë së pari Drinin, pastaj edhe të kujdesen për ambientin, sepse me mirëmbajtjen e ambientit krijojnë edhe kushte edhe më të mira dhe më të përshtatshme për qytetarët që të vizitojnë Drinin. Për vite me radhë, lumi Dri mbetet vendi ku shumë qytetarë të Gjakovës zgjedhin të freskohen e të peshkojnë në rrjedhën e këtij lumi.
2 libra poetik së shpejti do të jenë në duar të lexuesve të shkruara nga shkrimtari dhe publicisti Kadrush Radogoshi. Njëri është në gjuhën angleze dhe titullohet Freedom Was Just a Dream, ndërsa tjetri është në gjuhën shqipe dhe titullohet Këmish prej zjarri. Shkrimtari dhe publicisti shqiptar Kadrush Radogoshi, poezia të cilit është përfshirë në disa antologji shqiptare, angleze, suedeze dhe romune, së fundmi ka sjellur për lexuesit edhe 2 prurje të reja poetike. Njëri është në gjuhën angleze dhe titullohet Freedom Was Just a Dream, dhe tjetri titullohet Këmish prej zjarri, shkruar në gjuhën shqipe. Në vëllimin e parë, autori ka zgjedhur të trajtojë historinë e Kosovës gjatë pushtimit klasik serb, ndërkaq në parathënien e shkrimtarit kanadez Richard Davis çmohet vlera poezive të shkruara nga poeti Radogoshi. Janë poezi që është trajtuar gjendja e Kosovës para luftës, në pjesën dërmuese të poezisë është gjendja para luftës e pushtimit klasik serb të Kosovës, dhe gjithçka që ka ndodhur në Kosovë. Ka qenë një reagim imi si poet dhe kam menduar se pikërisht ato poezi me të cilat jam kundërvën atij regjimi i shtypës, ti lexoj edhe lexuesi kanadez dhe në përgjithësi lexuesi botëror, po mendoj përmes anglishtës. Librin e ka redaktuar poeti, shkrimtari, kitaristi, këngëtari, historiani i letërsisë Richard Davis. E ka redaktuar këtë libër dhe ka shkruar një parathënie të shkëlqyeshme. Kur them të shkëlqyeshme, nuk është fjala te vjen inspikame personalitetit tim, ajo patjetër, por ajo që është më rëndësi në parathënien e Richard Davisit është se ai në këtë parathënie edhe në një tjetër përpara, por tani në mënyrë shumë të prerë klasifikon letërsinë shqiptare si letërsi perëndimore. Ndërsa në librin e dytë, autori shkruan poezi erotike duke portretizuar gruan në formë peizazhi. Një marr me çështjet ekzistenciale shqiptare, edhe pse ka disa poezi që duken krejtësisht poezi erotike, në realitet edhe erotika shfrytëzohet për një shtresim më të thellë ekzistencial shqiptar. Konkretisht Këmisha prej zjarrit është këmisha e lëkura e gruas. Lëkura e gruas, e cila duket si këmish prej zjarri. Në realitet është lëkura e gruas, por nuk është fjala për një lëkurë një metaforike tillë për thjesht një poezi ta quaj erotike. Përkundërzi është fjala sepse me njëherë në kontekst saj flitet për gruan i lire. Parathënien e këtij libri e ka shkruar studiuesja e njohur shqiptare Klara Kodra, e cila vlerëson lart poezinë e profesorit në aspektin estetik dhe rezultateve që sjellin poezitë e autorit në këtë vëllim si metafore re dhe e pashpenzuar deri më tani. Rusia dhe Ukraina kanë kryer një shkëmbim të burgosurve. 5 individ ukrainas u kthyer në Ukrainë në këmbim të 5 individëve rus të kapur. Në anën tjetër, Pentagoni po konsideron dërgimin e 4 raketa hellësve shtesë në Ukrainë. SBA ka gjasa të dërgojnë edhe 4 sisteme raketash artillerie të lëvizshme, duke quar në 8 numrin e përgjithshëm. 19 qershori shënon ditën e 116 të luftës ruse në Ukrainë. E lufta e Rusisë në Ukrainë mund të kërkojë vite, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke shtuar se furnizimi me armë moderne Ukrainës do t'i rrisë shansin për çlirimin e rajonit të saj lindor në Donbas nga kontrolli rus. E Rusia do të dërgojë një numër të madh trupash rezervë në Severodonetsk, nga zona të tjera të betejës për të vazhduar me përpjekjet e marrjes nën kontroll të plotë të qytetit lindor.
veror. Raketat ruse shkatruan një depo të ruajtjes së karburantit në Novoskovsk, një qytet në Ukrainën lindore. Sipas kreut të administratës rajonale, të shtunën 3 vet janë dërguar në spital. E Pentagoni po konsideron dërgimin e 4 rakethillëseve shtesë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka gjas të dërgojnë 4 sisteme raketash artillerie të lëvizshme, duke e quar në 8 numrin e tyre të përgjithshme. Vendimi thuhet se do bazohet në nevojat e menjëhershme ukrainase. Rusia dhe Ukraina kanë kryer një shkëmbim të burgosurve. 5 individ ukrainas të kapur nga Rusia u kthyen në Ukrainë në 18 qershor në këmbim të 5 individëve rus të kapur nga Ukraina, sipas drejtorisë së inteligjencës së Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes. Zelenski lavdëroi dhe falenderoi rojet kufitare në Odesa, ndërsa vizitonte trupat në Ukrainën jugore. Dua t'ju falenderoj nga populli i Ukrainës, nga shteti ynë, për punën e madhe që po bëni për shërbimin tuaj heroik, tha presidenti gjatë vizitës së tij. Është rëndësishme që ju të jeni të gjallë, për sa kohë që jetoni ka një mur të fortë ukrainas që mbron vendin tonë. Raporti fundit i lëshuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë administruar vetëm 5 doza të vaksinës anti-Covid, që në total numrin e dozave në nivel vendi nga fillimi i këtij procesi e ka dërguar në 1.830.154 doza. I njëjti raport gjithashtu bën të ditur se nga 249 testime, 15 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, si dhe nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Sot ndërkaq janë shëruar edhe 10 qytetarë të tjerë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 225.292, ndërsa në total numri i rasteve aktive është 106. Edhe gjatë ditës së sotme janë zhvilluar ndeshjet për kampionatin e handbollit në kategorinë U15. Në finale, nesër do të takojnë klubi handbollistik Shqiponia dhe klubi handbollit Prishtina. Edhe gjatë ditës së sotme në palestrën sportive Shaninushi janë zhvilluar lojrat në kuadër të kampionatit në handball për pionier në konkurrencën U15. Vajzat pjesëmarrëse u shprehen optimiste në lojën e zhvilluar në kampionat, duke shtuar se kanë bërë të gjitha përgatitjet që të rrëmbejnë titullin e fituesit në kampionat. Përshpërit tona janë titulli kampionit, se jemi një gjenerat e re, edhe e synojmë këtë kampionat, është shumë i rëndësishëm për neve, se është një eksperiencë e mirë. Na jena ushtru shumë edhe po presim që me fitu edhe titullin e kampionit me pioniret, që kena fitu edhe me kadete, edhe qikat janë ketë mira edhe po presim që inshallah fitojna. Ndërkaq Skender Alian nga klubi handbollit Shqiponia tha se kampionati ka rivalitet të ekipeve nga Kosova dhe lojrat e zhvilluara sot kanë treguar performancë të mirë, gjithnjë duke synuar në finale. Përparësia e klubit tonë është parasysh se klubi jonë luan një lojë kolektive. Na i kemi thuaj aty se të gjitha lojtarët e ekipit të parë kemi lojtarë shumë të mira, ku të gjitha lojtarët për çdo ndeshje kanë goleverozhin që japin diku prej 8-10 golla deri në 7, domethënë ekipi jonë nuk mbaret vetëm për 1 ose 2 lojtarë, por mbaret për klubit që luan lojë kolektive. Gjatë ditës së sotme, vajzat e Samadregjës u ndeshën me Ferizajin, me qras loja përfundoi 22-25 në të mirë të Ferizajit, ndërsa vajzat nga Shqiponia u ndeshën me vajzat e Prishtinës, ku arritën rezultatin 29-19 në të mirë të Shqiponjës. Finalja do të luhet nesër, ku do të takohen Shqiponia dhe Ferizaji. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Gjatë ditës së sotme, vlerat e temperaturës kanë arritur deri në 27 gradë Celsius. Ndërkaq për nesër parashihet temperaturë deri në 29 gradë Celsius. Nga dita e martë parashihet temperaturë mbi 30 gradë, e të mërkurën temperatura do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Të enjtën priten rreshje shiu, ndonse temperatura do të jetë deri në 32 gradë Celsius.
Për të premtën dhe të shtunën, parashihet mot me diell e temperatura do varjojë nga 18 deri në 32 gradë. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion. Përmes një marrëveshjeje me Turqinë është rritur numri fluturimeve nga 28 fluturime në javë në 42 sosh. Kjo do të rezultojë edhe me uljen e çmimeve të udhëtimeve. Nga zyra avokatit të popullit në Kosovë vlerësojnë që vitin e kaluar është bërë punë e mirë në aspektin e vlerësimit të situatës lidhur me të drejtat e njeriut. Shkrimtari dhe publicisti Kadrush Radogoshi së shpejti edhe me 2 prurje të reja poetike, njëri në gjuhën angleze, tjetri në gjuhën shqipe. Kjo është e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me Televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.